mëngjesi nga fshati Krushe Madhe. Tash po nismi drejt Varrezeve, ku sot bëhen nderime për 8 dëshmorët e rënë pashtrik 27 vite më parë. 7 nga Krusha e Madhe me profesor Muhamet Malsori, Nisni Dorakun e 5 studentët e familjes Hoti dhe Skender Hameli nga Mazreku i Hasit. Këtu është shtëpia muze Baramcuri që është ndërtu, pasi në këtë fshat pjesën lartë ka pas fatin me Lind Baramcuri, edhe pse kanë kalu 27 vjetë për mu dhe për shumë gjeneratës të vjetër, kjo datë mbetet si më ndodhur dje, pasi kem kujtime jenë rrit me ata njerës dhe mos studentët i kam pas gjeneratë, pas tyre kanë ra dhe shumë student tjerë, profesor si Dane Ismetin e Isakin e Sedatin e pastaj është Tim Doraku dëshmori, Enver Doraku e Shukri Hoti e Asaf Hoti e Ridvan Doraku e shumë tjerë. Njegu kemi shkuar në pashtrik, 27 vite më parë ka qenë borë, Krushe fakt s'ka pas borë, ka qenë loqi i madh. I kemë varros pak para mbrëmjes. Tash do i lidhë ja du sekuenca gjatë varrimit 1998, kështë kur i kemë varros me nderime ushtarake, dërsa forcat policore kanë qenë magjistrale, po në fshat s'ka një, sepse ka qenë tuar me madhe e njerëzve, plus veç kanë filluar të bohen. Jo, du me najnë Krushe sot. Kjo është Vaca Aziz, një nga prindet e dëshmorëve, ndërsa 3 na kanë shku, Vaca Abbas na ka vdek, Vaca Daud pas luftës me njëherë, edhe Vaca Adem s'fundi. Tash e kem Vacën Isaj dhe Vacën Aziz. Tash pipresim edhe të komunës, kryetarin me ardhë, edhe për me vazhdu tubimi, edhe pse kanë kalu 27 vjetë, nderimet për dëshmorët nuk mungojnë. Më thënë, vlera atyre pas sa vitesh është e madhe, dhe do t'jetë e madhe gjithmonë. Ju drejtua pikërisht këtij populli. Hajde në dilë që këmë për heronjët të besohet. Po, gjimalisht. Qone për pjetë një. Jo, mirë, po, lullet. Remën
mëngjesi gjithë. Veti po shumë. Hajde. Gjithë, nderuara familje të dëshmorëve të kombit që sot i kujtojmë, familjen Malsori, Duraku dhe familjen Hotit. Nderuam ju gjithë që jeni prezent nga gjitha anët e zonës sonë, po edhe më larg të nderuam luftëtarë të UÇK-s, të nderuam ju mbrojtës të lirisë të Kosovës nga ushtria e Kosovës, nderuam kryetar Latifi me të gjithë stafin veteran, invalid, drejtora shkollash, gjitha profilet që jeni këtu, e në veçanti një përshëndetje për ardhmërinë e vendit të vajza akadem që nga këto vende këtu ku i jemi, ku i kujtojmë, besoj se do ta kenë frymëzim për të ardhmen që të mësoni më shumë dhe tani ta mbroni vendin e ta bashkoni kombin me dije. Në shenjë respekti për të gjithë terrenët dhe për dëshmorët që sot i kujtojmë, ju ftoj të gjithëve që të qëndrojmë 1 minutë të heshtur. Lavdi. Sot, si që theksova, jemi këtu për të nderuar veprën, jetën dhe të bëmat e dëshmorëve që i kujtojmë nga Krusha, gjithashtu dëshmorët nga Hasi dhe nga gjitha zonat të cilët ranë në ato ditë të ftofta dimri duke e kaluar pashtrikun. Këtu ne kemi shumë për të thënë, por pasi që do të shkojmë nga këtu edhe tek vendi i rënjes në Pashtrik, do të kërcemi nga fjalët e do të vazhdojmë tutje. Kështu që ju kisha lutur të gjithëve që kush keni buqeta lulesh, t'i vendosim bashkë dhe me një kujdes të shtuar se është dimër, ka ndoshta edhe mjegull, rrugës ta ngisni makinat me kujdes të shtuar. Ju faleminderit gjithë dhe shifemi në Pashtrik. A ka dhe dikush tjetër buqeta lulesh t'i vëjmë gjitha bashkë? Nderojmë dëshmorët. Lavdi. Lavdi. A ka termin nga tja, po ç'është bërë? Drejt Pashtrikut, edhe mërgjimtar paskëm tu, të është që gashin dhe sëpnici, drejt Pashtrikut, edhe mërgjimtar paskëm tu, të është që gashin dhe sëpnici. Nismi për Pashtrik me foto jetin apo pro video jetin njeriu i cili për sa vite ka kontribu të faqja fshatit me fotografi. Çdo përvjetor, për dëshmor, çdo ngjarje për Krusha. Në fshatin Gjonaj, tash po shkojmë Bjeshkës përpjet Pashtrikut. Shumë vite pas luftës nënat, kemi udhëtuar në komb, domethënë edhe rruga pjesa nat ka qenë pa asfaltu, Bjeshkës andej, po ashtu u duke malit, tash është asfalt krejt. Gjatë rrugës do ja montoj disa këngë të rapsodit, profesorit Muhamet Malsori, i cili ka rënë dëshmor. Gjatë kthimit për në Kosovë, në Shqipëri e ka pas të incizuar disa këngë, po
nuk ka kopjet e tyre këngëve pasi kasetet e vogla I ka pas në qizme, ka pas këngë aty për Tonin e Micin, për Ukshin Hotin, po ja fati ka desht që mos me mbjetu. Jemi rrugës për Pashtrikut, kënga Muhamet Malsohet e vetë dëshmorit e thot moj Kosovë me malet larta na u rriten vitet zjarta të historisë, djemt më të mirja dhe e lirisë. Në më thonë, si kur e ka parandje që edhe vetë ka me ra dëshmorë. Oj Kosovë me malet larta, na u rriten vitet zjarta, vitet zjarta të historisë, vitet më të mirja dhe lirisë. Vitet zjarta të historisë, vitet më të mirja dhe Dhe një farvami shkosh për natë për pjesë në një tash për pas ka dhe në një shkosh dhe në ta si të kura dhe në atë s'kim heq muja Oj Kosovë për gjërish qenë se shumë tjeve këtu koha bukur edhe Milejn Bellanica autori gjizimit masakrës Tushës i ka dhe ma herët këtu ka qenë rrugë mali të mos nënët e dëshmorëve gratë hekshin për mu në gjitë lartë këtu po të muja e ndërë ma lartë ta është falë zotit liris, shtetit është rregullu rruga marë me makinë deri këtu. Edhe juve të dashun vëllezër, miq, Asjan, familja Hameli. Edhe sot jemi këtu në vendin e rënjes, në Pashtrikun qaf, Pashtrik I cili u skuq me gjakun e bijeve dhe bijve më të mirë, më të devotshëm të kombit. Sot jemi pra për të nderuar
me pietetin më të lartë, me përullje deri në brez, dëshmorët që ranë në pashtrik në këtë datë, në këtë ditë, por atë ditë ishte ditë me acar. Andaj, në nderim të dëshmorëve të kombit, Muhamet Malsori, Hysni Duraku, Ida Hoti, Edat Hoti, Ismet Hoti, Isak Hoti, Sinan Hoti, si dhe Skender Hamilit, juftoj të gjithëve që të qëndrojnë 1 minutë të heqë. Davdi. Thuhet gjithmonë se njeriu respektin e ka vështirë ta e fitoj në vendin e vet. Kjo në fakt vlen vetëm për njerëzit e rëndom, sepse për këta njerëz të cilët edhe Zoti i veçoi që t'i dalin në ballë armikut, këta respektin e kanë gjithmonë dhe nëse askush nuk don ta respektoj, ta me familjarët të gjithë të tjerët na imponohet, pra është një respekt i imponueshëm që patjetër detyrimisht jo vetëm falë rënjes së tyre, po edhe për shkak se ne sot i gëzojmë të gjitha të mirat në liri, falë rënjes së tyre. Andaj sot këtu për të folë për dëshmorët i kemi dy njerëz, dy ish bashkëpunëtar të tyre, të cilët do të bajnë edhe nga një fjalë rasti, fillimisht e pastaj edhe ju të tjerët kushdo që dëshironi që të ndanin ndonjë kujtim me ta, të evokoni kujtimet me dëshmorët, jeni të mirëseardhur. Fillimisht para nesh ftoj zotin Qemali Kasniqi, përfaqësuesi i shoqatave të dalura nga lufta e UÇK-s në Brega në Rahovec. Qemali Kasniqi. Faleminderit Selami. Të respektuar familjarë të dëshmorëve, vëllezër e motra, të nderuar të pranishëm, veprimtar çështjes kombëtare. Është e sot ajo që ne mbidhemi në këtë vend për të kujtuar, për të nderuar ata të cilët vetëm ditëlindje kanë. Pavarësisht faktit që ata mbeten këtu me 4 vjetor, megjithatë lavdia dhe jehona e bëmave të tyre vazhdon edhe sot të ushtojnë veshët tonë dhe të na bëjë thirrje që ne të qëndrojmë edhe të punojmë fort në jetësimin e amanetit të tyre. Dihet se dimrat për shqiptarët kanë qenë shumë të ashpër, madje tepër të ashpër. Historianët e kujtojnë vitin 1878 kur Sanxhaku i Nishit u pastrua nga shqiptarët. Pikërisht në dimër dhe shumë prej njerëzve, grave, fëmijëve mbetën rrugëve në atë rrugtim të vështirë për të gjetur shpëtim diku në Kosovë dhe vise tjera shqiptare. Po ashtu na kujtohet viti 1944-45 kur shqiptarët përjetuan përndjekje e persekutim nga falongat serbe, respektivisht qetnike dhe partizane bashkë, që e pastruan Peshterin, e pastruan Vjehorin dhe vise tjera shqiptare nga shqiptarët. Po ashtu na kujtohet edhe dimri i Çamërisë i vitit 1945 kur u pastrua ai territor nga elementet shqiptar. E për ne është i freskët dimri i vitit 98-99. Ishte një dimër i vështirë, i pazakont, shumë i ftohtë, por paqja dhe i lavdishëm. Dhuna e terrori e represioni serb nuk i kishin në shpirt liritastës shqiptare edhe në atë dimër të anësar. Këta burra në sy shtigjeve të rrezikshme për ta kryer obligimin ndaj popullit shqiptar, ndaj vetes dhe ndaj historisë. Këtij grupit luftëtarëve të përkushtuar u printe profesori Muhamet Malsori, i cili kishte të mbjellë faren e atë dashurisë të thellë në shpirt, duke u kënduar me afsh adetar dëshmorëve e heronëve të kësaj toke. Ai e kishte nisur luftën për qëllim shumë herët, ndërsa në takimet me ideologun e çështjes shqiptare, profesorin Famad Pshinoti, e kishte të nguritur në mendje idenë e luftës për shtërim e bashkimit. Përballet me armikun kanë qenë sistematike dhe varret e burrave të këtij populli fisnik kanë trokitur në ndërgjegjen e brezave vazhdimisht.
Visni Duraku kishte dëgjuar rrëfimet e pleqve në Oda Burrash për vujtjet e persekutimet barbare të pushtuesit. A e dinte se jeta në robëri nuk kishte kuptim, prandaj edhe ju rreth maleve të pashtrikur të armë në krah. Urrëfis më të mirë se Skënder Ameli në fshatit Mazrek nuk mund të gjenin, pasi që ai ishte rritur e burruar në këto zona të ashpra malore që e kishin mbrutur shpirtin e tij lëvdarak. Dashuria për tokën e babës ishte më e fortë se çdo prit armiku. Prandaj Skënderi dëshironte që dhe disa pushë t'ju shtohen radhëve të shkrimtarëve. Si njëri ndër ata që pata fatin të takohen me këta djeme, këta burra, të ndajmë kafshatën e Bukës dhe të flasim për tashmen e të ardhmen. Dëshmoj se studentët luftarë, si Nan, Isak, Sedat, Ismet dhe Idahoti, ishin të vendosur që të mos e lëshonin pushkën deri në fitore ose deri në rënje. I sfiduan vështirësitë e rreziqet dhe kaptuan male e bjeshk të thepisura me bora akull, por në zemrat e tyre ishte ngrohtë flaka e lirisë. Flisnin e qeshin me njëri tjetrin, sikur para tyre të mos ekzistonte asnjë rrezik. Vënin sikur po shkonin në dasmë. Edhe vërtet ishte dasma e madhe e Kosovës që kërkonte përballje krijimit të vendshme. Ata ranë në këtë vend duke shënjuar me ngjyrë të kuqe hartën tonë të lirisë për të mbetur në kujdesin kolektive për jetë e madhe. Ardha këtu, nderimi për ta është një nga detyrimet tona historike, kombëtare, morale e njerëzore, prandaj lavdia dhe nderimi do t'ju kushtohet për era tyre, ndërsa neve na mbetet për detyrë që të punojmë shumë, që të ecojmë amanetin e tyre. Lavdi të rëndëve. Dëshmorët dhe sa tani para nesh ftejmë kryetarin e komunës zoti Ismail Atushi. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, pranishëm familjarë të dëshmorëve, të 8 dëshmorëve që po i përkujtojmë sot, e do të përkujtohen e nderohen përjetësisht. Dhe janë në kujtesën tonë e prezave pas nesh, janë zemrat dhe mendjet tonë. Sot është 27 vjetori i përjetësimit në altarin e lirisë unë këtë vend me 8 dëshmorëve, të 7 krushanëve dhe Skënder Hamelit nga Mazreku i Hasë. Të nderuar veteran, invalid luftës, veprimtar e çështjes kombëtare, qytetar Jeri Dashës, të dashur mi, e posaçërisht ju dedikohem atyre që kanë lindur në zjarrin e luftës dhe janë rritur tashmë, janë bërë burra e gra që do t'i shërbejnë edhe shoqërisë, edhe kombit, edhe shtetit. I dashur fëmijë, i dashur kryetar i Këshillit Fshatit, trashëgimtar të dëshmorëve, nipa, mbesa, vëllezër, motra, baballar, nëna. Edhe pse vitet po kalojnë, kujtimet e ditëve të vështira të lavdishme nuk fshihen asnjëherë. Ato ngjarje kanë lënë gjurmë e vrak të thella në shpirtin tonë. Bitë e Krushës Madhe, që ishin rritur e frymzuar me idealet e lirisë. Muhamet Malsori, Hysni Duraku, studentët luftëtarë, Sinan Hoti, Isak Hoti, Sedat Hoti, Ismet Hoti dhe Hida Hoti, u vunë në shërbim të kësaj kauze duke i lënë nam e nder vetës, familjeve të tyre e krejt kombit shqiptar. Ata kishin pris Hasionin Skënder Hameli, i cili e udhëhoqi në për këto monopate këta idealist e luftëtarë të vendosur. Ata nuk i ndaloj dot as bora e as acari, as vështirësit e as rreziqet, sepse në zemrat tyre kishin zjarrin e lirisë. Të nderuar pranishëm, lufta e popullit ton për shërimin e trojeve të pushtuara ishte akti më madhor i kombit ton. Në ato ditë të rënda për ne dhe krushanët. Edhe krushanët e dëshmuan atë dashurinë në mënyrë të drejtë për drejtë, duke lënë kujtime të pashlyera në mesin e bashkëluftarëve, në mesin e
njerëzve të cilët ishin të përfshirë drejt për drejt ose tërthurazi në luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Krusha madhe me rrethin, u bë streh, u bë hambar, magje e kazerme ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe nuk kishte si të ishte ndryshe, sepse ky vend e kishte tradit mikpritjen e bujarin, e kishte të kultivuar burrinë e qëndresen dhe e kishte të gdhendur në çdo zemër idealin e shqirimit e të bashkimit kombëtar. Tha djem, donë se donin jetën dhe thunin plane për të ardhmen, ishin të vetëdijshëm se për qenë të lirë duheshin kaluar sfida rreziqe, duheshin bërë sakrifica madhore. E çmimi i lartë që paguan krushanët, duke vënë në shërbim të luftës burrat vendosur të përkushtuar, ishte ai tagri i gjakut që duhej paguar. Djemtë e fiqit Hoti, Sinoni, Isaku, Sedati, Ismeti dhe Hidaj. Burim frymëzimi, ashtu si kurse dhe Hysniu e plot bashkëluftar të tyre e kishin shqiptarin e madh, atëtarin e pathyeshëm Ukshin Hotin, i cili me argumente shkencore historike i kishte shpalosur idetë e tij për shirimin dhe bashkimin e kombit shqiptar dhe vetë profesori Ukshin Hoti ishte i përfshirë drejt për drejt në këtë ndërmarrje e të rëndësishme kombëtare. Ta student martir ishin të vetëdijshëm se frytet e ëmbla të lirisë mund të shijohen vetëm pas privimeve e mundimeve të mëdha. Ata në çantat e tyre, krahas armëve e fishekëve, kishin edhe libra në atë ditë të kopshme dhjetori. Të bindur se pushka dhe libri janë armët më të fuqishme që shemin kufi dhe ndërtojnë ardhmërinë e popullit. Të nderuar të praneshëm, historia i kishte mësuar këta luftëtar se deri tek liria vetëm një rrugë ka, dhe ajo ishte lufta e qëndresa dhe jo pritja e durimi që vrasin shpresën. Ata i vunë gjoksin fortunës dhe skuqen borën e pashtrikut, duke u jitur rënjët e lirisë me gjakun djaloshar. Gjak që vërshoj në për damarët e tokës dhe që sot u shen filizat e rinj që rriten e burgërohen në liri. Kjo sakrificë madhore bebet Krushës madhe dhe gjithë atyre luftëtarëve që me guxim i dolën të keshës përpara, më në fund u shpërblyja. Na mbetet që këto vlera njerëzore kombëtare t'i ruajmë, ne kultivojmë dhe të punojmë pa u lodhur e pa u likstuar, sepse mbi supe kemi amanetin e atyre që u flijuan për këto vlera madhore të kombit tonë. Dëshmorët gjithandej dhe 8 dëshmorët e pashtrikut që ranë me 4 dhjetor të vitit 1998 na përkujtojnë se përjetësia ju takon vetëm atyre, ndërsa ne të gjallët kemi detyrimin e madh për ta shndërtuar amanetin e të rënëve, të ngrirë në buzët në atë ditë të ftohtë dhjetori. Jehona rënjes e tyre është jehon lirie, që duhet na kujtoj rrugën që duhet ndjekur drejt ardhmërisë dhe ndërtimit e forcimit të shtetësisë sonë, po edhe forcimit e fuqizimit e zhvillimit të kombit tonë, pra bashkimit të kombit tonë në një administratë të vetme unike. Lavdia e ndërimi ju takon dëshmorëve: Muhamet Malsori, Hysni Duraku, Skender Hameli, Sinan Hoti, Isak Hoti, Sedat Hoti, Ismet Hoti e Hida Hoti, si dhe të gjithë dëshmorëve të kombit, kurdo që ranë dhe kudo që ranë në fushë betejë për idealin e madh të lirisë Kosovës e të bashkimit kombit. Lavdi për jetë e mos. Falenderojmë kryetarin Latifi për këto fjalë gradie për dëshmorët. Dihet se dëshmorëve gjithmonë u këndohen këngë, u thurin vargje, e ato vargje të cilat ata në t'i bëjnë të havdekshëm ndër breza. Andaj edhe këtë vit dy mbesat e dëshmorëve kyç janë, njëra nga Peja Melina Kadriaj ka përgatitur një monolog për dëshmorët, mbesa i Dahotit, ndërsa më pas në Risha Hoti, mbesa i Sakut e ka një monolog nata e përjetësisë mbi Gorozhuk.
Hajde me të dajt. Në zëri kujtesës që flet për bitë e gjeris. Janë librat, projektet, penë në nëndrat. Djem që me ndonin qytetin me dritë. Zgjodhën të ndërtojnë një dhe të lirë, jo me vizatime, jo me plan ndërtim, por me plumba që qonin heshtjen. Hida, Ismeti, Sedati, Sinani, Sako. Djem të një gjako të pandar. Jo vetëm në studime, por edhe në luft. Bashk luftuan e bashk kran për një kaos të përbashkët. Këta ishin më shumë se shok, ishin vëllezër të shpirtit, të një gjako. Djem që betuan se nuk do t'a linin njëri tjetrin. Në betejat e ashpra, në terrin e luftës, qëndruan të pathyeshëm, të bashkuar, si një trup i vetëm. Në të njëjtën kauz ishin edhe shokët e tyre. Muhamet Malsori, Hysni Dyrako e Skender Hameli. Hida Hoti, daja im i pathyeshëm, i hishtur, student i arkitekturës. Flinte me ëndra, e zgjohej me plane. Lidhur, fort me prindërit. Me babën që e shite me krenari me mall, me nënën që e përcillte çdo mëngjes, si për herë të fundit. Para që të nisej, nën mi thoshte, me besim me shpresë. Kur të mbaroj lufta, do të ndërtoj pallate, ura të mëdha, kalak që i bën ballë çdo kohë. Por veç pallateve, ndërtoj një lëri që s'rrëzohet kur. Një besë që qëndron mbi çdo kolon guri. Sot, kur shoh flamurin që balon në erën e Kosovës, më duket që dëgjoj zërin e tij. Ja, kjo është vepra ime. Të gjithë këta së bashku ranë për të vdekur, për të ngjallur atë dhenë që sa të thrasim liri. Nësa tani vazhdojmë me Lëvisha Hotin, nata përgjithësisë mbi Gorozhuk, ndërsa e Lëkmore Bisha. Nata e përjetësisë mbi Gorozhuk. Ishte 4 dhjetori 1998. Një natë ku qielli ishte i rënd, sikur të ndjente peshën e barrës që ata mbanin. Bora kishte mbuluar çdo gjurmë, duke shtrirë bardhësinë e saj mbi tokën e Kosovës. Ndërsa mjegulla e ndendur jashinte rrugët gjithkujt që përpiqej të shkonte në atë natë të errët. Në mes të kësaj errësire, në majet e larta mbi Gorozhuk, një grup burrash e të mëdhej, të ngarkuar më shumë se 30 kg armë, mbartë më shumë se thjesht një peshë fizike. Ata mbanë në krahët e tyre shpresën e një kombi, lirin që digjet në shpirtet e çdo shikarit të robëruar. Ata ishin Muhamet Malsori, Skender Hameli, Hysni Duraku, Sedat Hoti, Sinan Hoti, Isak Hoti, Ismet Hoti dhe Hida Hoti. Një turbe vogël, por me zemra të mëdha, sa malet që i rrethonin. Në atë natë akullt, nuk ishte frikë në hapin e tyre, as luhati në qëllimin e tyre. Rrugtimi i tyre nuk ishte thjesht një mision, ishte një betim për liri. Armët që mbanin nuk ishin për të ushqyer luftën, po për ndizjen e dritës në shpresën e Kosovës. Lufta që kërkon të thyrën e zinxhirit të robërisë shekullore. Por nata kishte tjetër plan. Prita i priste në heshtje, e ftohtë dhe e pamëshirshme. Diku mbi Gorozhuk, ku as yjet nuk guxonin ta depërtonin mjekullën. Ata ranë në pritën e tyre që u ngrit armiku. I armiku i etur për gjak, ja vuri pengesën e fundit këtyre burrave të paepur. Nuk pati kthim mbrapa. Asnjëri për tyre nuk kërkoi rrugë shpëtimi, sepse shpirti i tyre nuk ishte mësuar të dorëzohej kurrë. Ata qëndruan dhe luftuan, të vetëdijshëm se ajo natë mund të ishte e fundit. Dhe ashtu ndodhi.
Burrat ra njëri pas tjetrit, duke shtrirë gjakun e tyre mbi borën e bardhë, duke ngjyrosur atë tokë që e kishin dashur më shumë se jetën e tyre. Në ato erët, ata u shndruan në yje të shëndritshme të përjetësisë, në dëshmorë të lirisë. Kanë kaluar 26 vjet, më shumë se një çerek shekulli, por kujtimi për ta nuk është shuar dhe nuk do të harrohet kurrë. Emrat e tyre e hon ende në zemrat e atyre që din çfarë do të thotë sakrificë, çfarë do të thotë të japësh gjithçka për një ëndër. Për ata burra, Kosova nuk ishte thjesht një vend, ishte një ideal, një tokë që meriton çdo pikë gjaku dhe frymën e fundit. Ata nuk ishin thjesht një luftar, ata ishin simboli i kurajës, i dashurisë për vendin, i sakrificës që ka përcen kufit e tokës dhe të kohës. Çdo flak që ndizën në zemrat e një shqiptari, sot është një pastrymë asaj flake që ata bartën atë natë. Çdo hap i lirë që shkelin mbi tokën e Kosovës është një dëshmi e atyre që ata dhanë. Në këtë përvjetor të 26 të rënjes të tyre, ndërsa burra mbulon përsëri majat, e mbjegulla i fsheh rrugët, ne ndalem dhe kujtojmë dëshmorët e parë të Pashtrikut. Ata që ranë mbi Gorozhuk nuk u kthehen mbrapa, por e shtyn një kom të drejtë përpara. Dhe sot në një Kosovë të lirë, shpirtat e tyre ende mbi këtë tokë, duke na kujtuar se liria vjen me një çmim të shenjtë. Kujtimi i tyre është i pavdekshëm, ashtu si idealet që ata përqafuan. Dhe ne, që ecim mbi dheun që ata lanë me gjatë, e ne duhet ta dimë se kur mos të harrojmë sepse jemi vërzhlim ndaj tyre, se dhe gjithë dëshmorëve që ranë për liri. Ata ranë që ne të ngriheshim, ata dhanë gjithçka që ne të kishim gjithçka, dhe për këtë ata kur nuk do të harrohen. Lavdi e përjetshme. Falenderojmë këto dy vajzat më të lushme, të cilave ju urojmë së pari shëndet e më pas edhe suksese në jetë, të bëhen të mençura të differa dhe të na përveçin tutje për ditë më të mira të kombit. Si që theksova edhe në fillim, nëse ka dikush që dëshiron të evokojë ndonjë kujtim për dëshmorët, ndjehuni të lirë dhe e janë këtu sepse edhe ne më ëndje do t'ju ndëgjojmë. Ka shumë për të thënë për ta, jeni shumë nga ta që ishit bashkë me ta, e di që emocioni këtu është akoma më i fortë të veçanti para nanave, nuseve, vajzave, nifave, ndesave, por gjithsesi ne do të vazhdojmë tutje, nëse nuk ka dikush tjetër atëherë do të doja që në emër të gjithë familjeve të dëshmorëve nga Krusha të bëjmë thirrje popullit gjithsesi politikës që të tregohen më të bashkuar, që mos të ketë ndarje për qarje, pasi që çdo kush që e gëzon lirinë dhe ato poste duhet ta di se janë falë gjaput të bijave dhe bijve tanë më të mirë që dhanë jetën për ne, për kohë dhe për ta. Nëse nuk ka, atëherë po e përmbyllim me një parulje deri në brez për të gjithë dëshmorët, duke i thënë secilit veç e veç lavdi. Nëse pastaj ka shumë njerëz që dëshirojnë që të gjithë bashkë ta bëjmë një kohë të bashkët edhe një familjarë. Kush ka buqeta lulesh e jemi? Po si në mes, ka lirë, ose nëse ka më shumë buqeta, hajde e secili nëse ka më shumë buqeta, tek secili nga ne. A ka kyre një që nuk ka lirë, hapi në dhe ashtu.
Atëherë, të nderuar pranishëm, ju ftoj që edhe një herë të nderojmë dëshmorët ata që nuk vdesin kurrë. Nderim. Lavdi. Malet e Pashtrikut, ku sot i ndërruan 8 dëshmorët. Këtu jam me 2 veteranë luftëtarë të lirisë, Faik Berishin edhe Sufën. Faiki e ka përshkru këtë ngjarje si e ka marrë lajmin mbrana Kosovës. Kemi pa tash zvoni edhe në televizion në programin Demos ku ka rrëfyer edhe për tonin e nisin. Faiki jem 27 vite pas. Si i kujton të ngjarje e ki përshkru, si e ki marrë lajmin, si keni ardhur krushe, a mundesh muna rrëfy pak në pika të shkurta, ato ditë vjetorit 98-ës. Ne kontakti ka qenë me Zelatin Bashën dhe Plafën në Shqipëri atje dhe edhe në komunikimin e tonë kur ka qenë grupi me për Kosovë, ai na ka informuar se do të vinë grupet. Në mesin e këtyre kanë qenë ata ne kemi njoftë me emra kështu nuk i kanë njoftë ai po çuqë studenta, ata ka qenë grupin e studentëve që kanë qenë aty. Në atë kohë e kemi di që ka qenë në në Pansori për Shqipëri, se ka shumë në gjere kërshoni zvosho atje edhe në notën e 3 vjetorit. Për janis e krena, në dish dhe gjumë që janë janis ata, zvosho me vajtu për ka qenë në rejtë. Fornjoj Vërjakës ka qenë. Në të dëgjumë lojmin se nga una Shqipëris, ata në kanë informu që mos kanë rënë prit atje. Kemi organizuar njësia jonë, milion këtë pjesën e hasit, duhet që masa e keni kuptuar që ta kanë rënë prit. Ne kemi marrë vajtupën të poshtë, tani më ndjerë. Vajti dhe juve ka ardha? Vajti ne kemi marrë prit poshtë. Ja e vajna nga ka të këtë rase që ka një luftimet që janë bombë. Për neve ka qenë shumë e kemi për t'ju romë, nga se ta djemë kanë qenë edhe studentat mirë, por kanë qenë djemë për luftarët mirë, nga se çdo luftar që vishin nga Shqipëria për Kosovë, ta ka pas qëllimin vetë për shërimin e vendit edhe sot që e gëzojmë këtë jeri. Tash jemi të vendrënia e mujës që në qenës Rifat Mzio të 20 dëshmorëve që kanë ra 10 ditë pas grupit Krushës, po nga grupi Krushës Vajt Ukaj ka shpëtu, pastaj është vra Vajti, është edhe një dëshmitar i Vërnjakës, po Vajti ka shku te Faiki, pastaj është pastrua, është Faik si pas Vajti, do me thonë, ata prej mjegullës kanë arrit me hini stikamet serve, në shatorat serva, apo kështu ka pas deklaru Vajti. Takimin e parë kemi bërë unë me Vajtukën, jemi takuar, na kemi dalë me prit edhe me këshish kush se në bazë të telefonatës që kemi marrë prej Shqipërisë, prej Xheladin Gashit, plakut që ka qenë. Na ka thonë që është një saj, kemi dalë në pjesën e hasit, dhe takimin e parë që kemi bërë në rreth ngjarjes që na ka treguar. Vajti mos e ka shtu prej kësaj, asi sipas tij këta kanë hinë në shatorat e serbëve. Për shkak mjekës madhe ka qenë edhe i ka hup edhe gjatë lodhjes, siç i për një thanë, e kemi hupur rrugën edhe momentin tha që kemi hinë mes atëve edhe ne kemi pa ku jemi. Kur kemi filluar me u tërheq, bashkë me gjithë. Kanë filluar luftimet. Po, kur kemi filluar me tërheq na kanë hetuar dhe kanë filluar me gjyt neve, edhe këta ja kanë kthy normalisht Vajti me këta djemë. Një për këtë rast gjatë luftimeve mesin rronë gjitha që dihet atë 8. Prej 10 vete se kanë qenë shpëtojnë 2, Vajtuka edhe një Morina. Po, i Vërjakës. Fandet. Gashi është prindi dëshmorit. Dhe e plak kur i kemi marrë kufomët në Krusha qenën e ki pasin kera dhe muj Krasniqin edhe Alijen, a? Për mi qunë Polac. Polac dhe kur i kemi qunë. Qashtu, ani respekt e lavdi qenës. Qenës i hasit. 36 jënë bartë. Ja Hasani viti parë kon pili bizdës, kemi shku në kom. Pili bizdës dhe në kom. E kur shkum aty të bumë do gjindë, që ko gjallar, do metën shumë për pjetë. Ma hiri po folë për atonë, foli për qenën. Thash qena, thash që shë koni vranë,
Tha qena këtha u konë një gjë këtu në vend. O dhe thash ma hir, unë thash e kom po, qyshe ka bo njona me në me thonë. Kahin thash e ka pos këputën, edhe qëton thash e ka pos hiq. Tha kush sa ty e thash, po në kamion e kom pas, thash kom marrë për zeni që kemi qu. Si e ka bo njona të lak. Thash unë qysh kom t'i qu, qene u koni plagosën. E pas ka pas një bume me veti, edhe për mas miran do të shkave t'i kam shu veqet edhe u dhe këtu të tjerë. Që këj burë. Tu është si lloj parkingi, e ka një pjesë në Orobët janë në altë, arritën edhe të venderënja e 41 dëshmorëve të rënë me 14 vjetor 1998, këtu quhet Lugu i Zi. E Fatmëzio, kjo është Loljeta motre e Sot Sholës. Qenaj një nga priset e gruve të shumëta. Ska fri e shumë pem pas ka rëzu, dhe shkojmë të istikamët ku i kanë pas forcat serbe që i kanë rujt në prit. Pjesa që kërë pas trike ka një ka shtëmbi. Nuk ka qenë një nga pozicioni serve, prit i organizuar, me ditë tëra i kanë prit. Me përsi pas dëshmitarëve të gjallë, Vesela Rushi të Rambës, shumë tjerëve, grupi ka qenë i vetëdijshëm edhe kanë thonë që dojmë hinë Kosovë. Edhe s'ka pas ku shindol. Non janë zonë ropë këtu, ku janë shkëmby me ushtarë të zonë shalë. Një nga ta është edhe Nazmi Belloqe, Avnia. Këtu ka pas nga të gjitha trojet shqiptare, ka Qaçanike, ka. E këto ku fama pastaj 36, i kemi marrë të Krushës të Madhe, banorët, duke deklaru jo kom djallë tezës, jo djallë të motrës. 5 mbetje mortore janë gjetë pas luftës. Në 36, pasi i kemi të bu në Krushe, e ka nërë familjartë, që i kemi marrë prej morgët për Izraelit. Në përsjallën e UÇK-s, në Polac Dernicës është bo varrimi diku 21 dhjetor, nëse s'ka bëj. Edhe plak. Edhe plak është prindi dëshmorit Ismail Gashi. 80 vite i ka kalu.
Karaqicës të Rondës. Drenasit. I Krajkovës Drenasit. Balincës të Malishevës. Më thonë nga gjitha tërvet shqiptare, mentori i Briqi. Ushërini Bacëslat, tash zvoni Komarani edhe në vendos një shtatore. Gradicës të Nasit. Në ulluri. Është edhe një ulluri tjetër për Jarojamin që ka pështu këtu, ka shkëtu. Ka dhënë disa intervista. Ju përshëndes nga Pashtriku, shimin ngjarje tjera. Ashtë kemë edhe me 14 dhjetor. Pastaj kemë janarin e Ukshinhotit. Demonstrata në vitit 1990 ku kanë ardhur dëshmorë. Sot është edhe në Pej. Në Pej 4 dhjetori është i heroinës Mirvete Maksutaj. Sa më lidhet me Krushe. Qërë këtu ka bombardu NATO, qërë këtu sistemu shtimit ka një qërë me to. No, në një ka pojë. Tu, 3 topa. Si në voftë.